Elia Zaharia ka reaguar pas pyetjeve të shumta mbi përdorimin e mbiemrit Zogu në rrjetet sociale, edhe pse ka kaluar më shumë se një vit nga divorci i saj nga Princ Leka. Përmes një videoje të shpërndarë në rrjet, ajo shpjegoi se bëhet fjalë për një çështje krejtësisht teknike, të cilën ka tentuar ta zgjidhë për një kohë të gjatë pa sukses. E mbaj akoma mbiemrin Zogu sepse nuk hiqet, kam mbi 2 vite që përpiqem, në më shumë se 3 kompani shumë të njohura IT, ta ndryshoj dhe nuk funksionon, nuk e di çfarë bllokon. Është diçka teknike që edhe ekipet e Instagramit dhe Facebookut nuk po i japin drejtim. Ka të bëj fare me dëshirën apo vullnetin tim, u shpreh Zaharia. Ajo shtoi se në çdo aktivitet profesional përdor gjithmonë mbiemrin Zaharia, edhe pse për momentin përdorimi Zogu mund të shihet thjesht si një referencë për vajzën e saj Geraldinën. Zaharia theksoi se nuk ka asnjë lidhje me marrëdhëniet personale apo qëllime të tjera, por është një pengesë teknike e rrjeteve sociale. Ky sqarim vjen pas interesit të medias dhe publikut, duke hequr çdo spekullim rreth divorcit dhe mbiemrit të saj.